Ata e lënë inteligjencën artificiale të kontrollojë robotin. Rezultati është i tmerrshëm. Nga një robot fabrike që paprit mas prishet dhe rrezikon punëtorët, dhe një lodër e vogël e lezetshme me inteligjencë artificiale që udhëheq një duzinë robotësh të tjerë në një arratisi të çuditshme. Këto incidente të vërteta do t'ju bëjnë të pyesni veten nëse njerëzit janë ende në kontroll. Shpresoj se jeni gati për disa emocione, sepse këtu janë disa nga rastet më të habitshme të jetës reale të inteligjencës artificiale dhe robotëve që kanë shkuar keq. Në Kinë, roboti humanoid i një fabrike papritmas u zhndrua në një makinë kaotike dhe të lëkundur, pothuajse sikur të kishte një mendje të vetën. Në vitin 2025, pamjet virale kape një robot të madh mbi një vinç, duke tundur krahat, duke rrëzuar pajisje të rënda dhe duke goditur dy punëtor që mezi e hodhën në rrugë. Duke si një skenë nga një film fantastiko-shkencor, megjithatë për fat të mirë, askush nuk u lëndua. Megjithatë, të parit të një robot që supozohet i dobishëm të veprojë në mënyrë të paparashikueshme, i la të gjithë pa fjalë. Ishte një kujtesë në jetën reale se edhe makinat tona industriale mund të bëhen çuditërisht të çrregullta. Edhe një robot kirurgjikal i teknologjisë së lartë mund shkaktojë dëmet